edhe të hetuesis, që kjo video këto në fotografi si shihet, kjo video është e prerë. Po, e kemi zbulu pastaj, e kemi zbulu për flasim vetëm problematikën. Unë i kam marrë informacionet prej hetuesis, për këtë rast që më interesu shumë mirë, prej hetuesis dhe prej policisë së Kosovës, që nxënësin e këtë rast e ka sulmu i pari, mësimdhënësin, edhe e ka gjiru. Mirë po, ai e ka prej, shkëputja që shihet duke e godit mësimdhënësi nxënësin është shkëputje, domethënë është e prerë, video e prerë që e ka vërtetu hetuesia, pastaj me investigimet që i ka bë, me ekspertizat që i ka bë, e ka pasur që kjo video është e prerë, ai që i ka sulmu mësimdhënësin i pari është nxënësi që ju ka thonë shokëve të tij, për me xhiru, pastaj e ka prej shkëputjen dhe e ka vendosur në internet vetëm këtë. Por kjo video është bërë me tendencë për ta ul integritetin edhe dinjitetin e mësimdhënësit, për shkak se ajo çka po ndodh sot në shkolla, dhuna, bullizmi, drograt, Medina shumë mirë, sipas statistikave, 40.000 përdorues aktiv fëmijë të mitur janë përdorues të narkotikëve në Kosovë. Ajo çka po ndodh këtu është si shkak pasojë i degradimit të rolit të mësimdhënësit në shoqëri. Se po flasim prej te paga e deri tek trajtimi që ja bën edhe shoqëria edhe institucioni mësimdhënësit. Mësimdhënësi në vitin 2026 në shekullin 21 është i degraduar më shumë se kurrë. Është i nëpërkëmbur më shumë se kurrë, është i linçuar më shumë se kurrë më parë, është i nënçmuar dhe i linçuar dhe i dhunuar në thojza intelektualisht dhe psiqikisht më shumë se kurrë më parë. Për shkak po ndodhen edhe këto pamje që po i shohim. Pra kjo pamje që ka ndodhur është pamje me tendencë për ta vënë në kurth mësimdhënësin, të cilin pastaj institucionet relevante e kanë vërtetuar që ajo që shihet në